të lidhë. Ora, njerëzit, o Dilbert, duhet me kuptu një gjë që vetëm për një natë në Brunës Restaurant, Brunës Selimaj, është nga Plavëgësia, nga Vuthajt. Brunës Selimaj, ke restoranti i tij ka mbledh për një natë $2 milion në kohën e luftës. Po në Shqipëri, për ato njerëz që kanë jetuar në komunizëm me një rrogë, edhe sot prapë ka një rrogë prej Edi Ramës, është shumë e habitshme ta konceptojnë se si njerëzit, se si Adem Jashari ka vdekur me gjithë familjen për vendin e tij. Pra, ju po thoni që ky njeri po e bën këtë për Shqipërinë apo për Partinë Demokratike tani? Po, kush është Partia Demokratike? Nuk përfaqëson Partia Demokratike Sali Berishën, më zotini. Përfaqëson po thush gjysmën e popullsisë. Pra, ai po e bën për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Edhe sikur Partia Demokratike të kenë nimen e Amerikës, çfarë të keqë do ketë Shqipëria, më thuaj ti mua. Po një nga pikat e kontratës, qëllimi, domethënë pavarësisht nga do që ti bie zhvërdall, është heqja e non gratës. Për këtë nuk mund të bëhemi naiv, apo jo? Okej. A pyetin ato mediat në Shqipëri ndonjëherë sa lek ka dhënë Edi Rama me lëbue që të jepet non gratës së Berishës? Unë nuk jam as gjyqtar, nuk i di as ato transaksione që ka bërë Edi Rama, di një fakt që Berishës i dhon non grata nëpërmjet Anthony Blinken and George Soros. Po deshet unë ja dërgoj është vetë zoti Berisha që edhe tani në fushat, por edhe në 2 vitet e fundit, nuk ka javë, nuk po them afër me ditë, po marrim mesatare për javë që mos e përmend Charles me Gonigalin. Pra, nëse po përmendim Charlesin nga një anë, po përmendim dhe krahun tjetër tani. Si mundet që një person që të paguaj $6 milion të jetë garantuesi për një kontratë, ndërkohë që vetë zoti Berisha nuk besoj që i mbulon këto, sepse ai ka deklaruar në mos gaboj prapë që në kaq vite punë ka vetëm 100.000 euro apo dollar kursim. Pra ka diçka domethënë të dal njëri që Dilber, problemi është këtu se sikur se tash edhe përpara, në të vërtetë janë para mëdha, po ato nuk janë me një herë, nuk do jipen me një herë, ato janë për një periudhë kohë, nuk e di tash edhe një kontratën. Po marrëm atë që janë $6 milion. Ndërsa nëse unë i kam $6 milion që zemra më ka thonë që me dhënë donacion për dika që ndoshta mundet me dyshu jetën e dikujt ose situatën atje ose me dhënë në Afrikë, me nxjerr ujë njerëzve që s'kan ujë nëpër Afrikë, nëpër shkretëtira, ose me dhënë një shoqatë qensh ose macësh, atëherë nuk është problemi i askujt. Askujt në Shqipëri me ndrejtu mua se ç'a me bë me lekët e mia. Ai dini e ka marr parasysh kur ka bën një kontratë, se nuk është kontratë e bëme nëpër zyrat natyrale në Shqipëri, po është kontratë e bëme në Amerikë. Jo se këto janë kompani private, por se besoj që Nordini ka qenë aq naiv që të bëjë një kontratë edhe mos të përmbahet. Pasi detyrohet mbas kontratës kur ta marrin edhe shtëpinë, ta humbin edhe biznesin edhe çdo gjë. Kështu që çdo gjë në Shqipëri e lidhin me Sali Berishën. Unë Sali Berishën e kam taku për herë të parë në vitin 2010 në New York. Unë kam fillu punë në organet e drejtësisë në vitin 93 në Kruj, kur kam shkuar në Kruj, gjithë Kruja thoshin ky është i Salës. Ky është i Salës. Unë vërtet Salën e njihsha sikur ke njoftë ti, sikur ka njoftë çdo njeri. Por ka të lutem, edhe vizën kur kam marr vizën, kam shkuar nesër në Kruj, ato njerëz janë gjallë edhe mundën me flas, edhe nëse në gjë në njëri e dim se a jam të folur. Kur kam shkuar nesër në Kruj, kam marr vizën, më thanë, ty ta ka dhënë vizën Sala. Tash ç'a them unë? Po të lutem